Më pas pam element shumë të mirë me Mehmetin, pra është një futbollist që ashtu siç na mësoi Yasir Hasani në edicionin e parë në eliminator të Europian me Silvinho, edhe Mehmeti është një lojtar që ka cilësi për ta nxjerrë golin nga hiçi në momentet e caktuara. Në ato depërtimet e tij nga e majta drejt qendrës dhe goditjet do të jetë problem shpesh për kundërshtarët, dhe mund të themi që është një lojtar i fituar. Duhet presim pastaj të shohim se si do të arrijë trajneri të bëjë pjesë të skuadrës edhe futbollistin ndoshta më në formë të sezonit fundit të kombëtarës, Ernest Luçin, për të cilin është kritikuar shumë Silvinho, ka qenë pjesë e kombëtarës por asnjëherë titullar, kështu që trajneri Morani del për detyrë që të bëj Muçin le të themi pjesë integrale, pjesë thelbësore të skuadrës. Pra jo një futbollist i grumbulluar, por një futbollist që luan në rolin e tij dhe që arrin të shprehet mirë, pra si thua të ndërtojë dhe skuadrën rreth cilësive të tij në mënyrë që të mund të përfitojë edhe nga cilësitë e tij. Më pëlqeu deklarata pas ndeshjes që tha nuk doja tha që Mehmeti të kalonte në krahun tjetër sepse nuk doja që të luante në një pozicion të cilin ai nuk